mëngjes, le të nisim videot e pushimeve në Shqipëri me familjen e burrit. Një familje gjermane viziton veriun e Shqipërisë. Domethënë, asë nuk e kam vizituar shumë mirë veriun e Shqipërisë, po familje gjermane kisha për familjen e burrit se ne jemi gjermano-shqiptarë. Kianin e kam lënë tek ky krevati këtu i vogël. Nerede çizeceğim bu? Gjithë familja ka ardhur dje në orën motra dhe mami Shtefani në orën 19:30, kurse Shtefani në orën 2:30 të mëngjesit. Prandaj video do t'i fillojmë sot. Dje unë me Kianin isha në Shqipëri që një javë para. Hema. Që një javë para. Shkova i mora në aeroport. Hajde, qoju. Qoju, Kian. Hajde. Hopa. Hopa. Unë shkova i mora në aeroport me Kianin, pse erdhi më përpara. Pritëm dhe Shtefanin, tani sa po hëngrë mëngjes dhe do nisemi për në Velipoj. Ndalesën e parë rrugës do ta bëjmë tek lugina e Patokut, nuk kam qenë asnjëherë, e di që është shumë e bukur, kështu që edhe për mua edhe për ata është një diçka e re. Po bëhemi gati, po dalim dhe do t'ju marr rrugës juve dhe le të fillojmë kështu pushimin në veriun e Shqipërisë. Jemi gati, ja, dhe unë si një brunë e vërtet. Nisemi! Orën gati 2 të mëngjesit, kemi marrë aeroportin që ishte super afër aeroportin. Hotelin që ishte afër aeroportit, që quhet Villa Zeus dhe është çmim shumë i mirë. Është hotel me 3 yje, por për mendimin tim është shumë okay. Edhe mëngjesin e ka shumë të mirë. Ne hëngrë mëngjes, Shtefani shkoi të marrë një makinë. Kemi marrë një makinë me 7 vende që të na nxejë të gjithëve. Se a do na nxejë me gjithë valizhet që kemi, kjo gjë ngelet për të parë. Por dëshira është aty, rëndësi ka, do më bëjmë ngushti, do bëjmë rëndësi ka që mos të vi Shtefani 2 herë rrugës edhe si bie, të vi 1 herë me makinë për të marrë vetëm valizhet. Kështu që poshtë për shembull këmbëve të fëmijëve që do rinë si bie në ulëset e tyre do vendosin çantat tona, kështu që do ja dalim. Ku është dëshira, ka një rrugë. Si u duken flokët e mia brune, njerëzit, ju pëlqejnë? Ky është vlogu i parë me flokë brune. Nuk e di, ndihem shumë ndryshe, por më pëlqen, sikur më pëlqen. Në Shkodër shkova me taksi, sepse makina që kishim marrë nuk na nxeu të gjithëve, dhe duke qenë se vetëm unë flisja shqip ishte më e thjeshtë për mua që të shkoja me taksi. Dhe ishin të ndarë në 2 makina, kështu që plani për të shkuar tek lugina e Patokut u anullua, sepse për ndryshe duhet të gjenim një taksi deri atje, pastaj edhe një taksi tjetër, dhe e lam si plan, besoj do ta bëj një herë tjetër kur të jem vetëm me Shtefanin. Unë kisha vetëm djalin në makinë, sepse normalisht që Kiani duhet të rinte me mua, sepse në rast se qanë, vetëm unë e qetësoj, dhe kushtovi 8.000 lekë të reja për të shkuar. Shpejt, pa e prishur, quhet Pishta apartament. Pa e prishur. Unë do ju tregoj pak, ka 2 balkone, është direkt në plazh gati dhe është shumë bukur, po ju tregoj pak a shumë. Ky këtu është salloni με televizor. Sollen wir hier das Fernseher gleich aus? Wir machen alles aus, wir ziehen die Karte ab. Ah, scheiße. Kjo është njëra nga dhomat me balkon. Kjo është dhoma tjetër me balkon. Kjo është dhoma e tretë. Banja. Shumë mirë dhe kuzhina. Tani do shkojmë te plazhi të gjejmë diçka për të ngrënë, se po nuk hëngrëm, do bëhemi të gjithë diva dhe të shikojmë edhe promenadën e Velipojës, nëse është fiks ashtu siç unë mbajmë. Sa po dalim këtu nga apartamenti, është ka gjëra për të blerë, ka supermarkete, kështu që nuk është se do vuajmë nëse duam që të blejmë diçka. Dhe 100 metër më tuti është plazhi.
Nee, ist leer. Ist gut gegessen. Michi, das ist der Buggy, den wir noch gekauft haben. Der Ja. bleibt bei uns. Sehr gut. Sieht sehr gut aus. Stefan ka marrë tani babyn. Ja, vajtëm tek promenada. Promenada nuk lejohen makinat, kështu që është super për ne që kemi fëmijë. Tani do kërkojmë një vend ku të ulemi. Deri tani çdo gjë ka funksionuar. Ne kishim marrë një makinë me 7 vende. Mirë, po nga që kishim shumë bagazhe, nuk na nxinte makinat e gjitha. Tu kanë si. Dhe unë erdha me taksi me Kianin dhe me ca bagazhe dhe pjesa tjetër me makinën. Kështu që i bie sikur kishim marrë 2 makina. Ist eher die Kanzelnummer. Ausnahme für Sa po përfunduam drekën tek La Maraja dhe ishte një drek shumë e mirë. Ushqimi ishte shumë e mirë, çmimi po ashtu. Më pëlqen shumë kjo pamja këtu me këto beach baret shumë të bukura. Tani patjetër me që fëmijët duan të futin këmbën në rër, po shkojmë tek deti dhe të shikojmë si do duket deti. Më pëlqen shumë plazhi Velipoj sepse rëra nuk është ajo rëra që është në gole, me gjithë respektin, por nuk më pëlqen ajo rëra që imët që më ngjitet nëpër këmbë. Këtu është kështu si me guriçka të imtash. Guriçka rënore të zeza, shumë e pastër, dhe deti po ashtu është i pastër. Nëse e mbaj mend mirë që nga 2 vitet e kaluara. Kështu. Shkojmë. Kemi çadra shumë të mira, rëra shumë e nxehtë. Nuk pas ka shumë njerëz, gjë që më pëlqen. Dhe sot mbase nuk do bëjmë plazh, po ditët e tjera patjetër që po. Ha, it's heiß. Shikoni sa bukur. Ja shikoni, uji është shumë i pastër. Nice. Më pëlqen. Jani ti pëlqen shumë uji. Shëndetje. Kjo është një ndër videot që po bëj nga pushimet me familjen e burrit, një familje gjermane po shikon veriun e Shqipërisë. Sot është hera e parë që edhe unë vetë po shkoj në një vend që kam pasur gjithmonë dëshirë që të shkoj, që është pikërisht Mrizi i Zanave. Si thash, sot do shkojmë në një vend që unë kam dashur ta vizitoj gjithmonë, që është Mrizi i Zanave. Përshëndetje. Si jeni? Mrizi i Zanave është një restorant që besoj çdo njeri do që të shkoj dhe ka ushqim tradicional shqiptar, kështu që jam shumë kurioze ta di si do reagoj një familje gjermane dhe fëmijët do shikojmë mbase kafshët, ka atje gjëra për gjithë për të parë, kështu që mezi po më pritet. Do ju tregoj rrugës dhe do ju tregoj si ishte gjithë eksperjenca. Sa po nisëm, ja dolëm që të futeshim të gjithë në makinë. Tani për 50 minuta jemi atje. Ne kemi rezervuar vendin në 3:30, ora është 3:10, kështu që nuk besoj se do jemi të përpikt. Por shpresoj që të na tolerojnë një çik se kemi 3 fëmijë, nuk është e thjeshtë i përpik në një fëmijë, imagjino me 3. Unë mendova që do ishte më afër, sepse mendova Velipoja, Lezhë, mendova që do ishte diku te 35 minuta dhe aq na e tregonte në fillim, por ndoshta tani ka trafik diku. Do thua se ti diçka për në video. Kështu që të shohim si do na shkoj rruga. Dhe mbase do të gjyroj edhe pak rrugës. Deri tani edhe Kiani është okay dhe gjithë fëmijët e tjerë janë okay, po 50 minuta mund të jenë shumë të gjata, kështu që le të shikojmë. Sa po dolëm nga Velipoja, tani të shohim në cilën rrugë do na dërgoj harta, tek rruga e vjetër siç erdhëm apo në ndonjë rrugë pak më të mirë.
Makina është plot, të gjithë jemi në humor të mirë dhe gati për të ngrënë. High five! Jemi gati 35 minuta në rrugë, na duhen edhe gati 25 minuta, do me thënë ishte një çik larg nga Velipoja dhe mbase me fëmijë të vegjël është pak shumë larg, por ne tani e kemi kaluar gjysmën, kështu që shpresojmë që edhe gjysma tjetër të jenë fëmijët e qetë. Uroj shumë që mos më zhgënjej mirëzizanave sepse shkosa rrugë po bëjmë vetëm për tek ky restorant. Shpresoj vërtet që të jetë aq i bukur dhe aq i mirë sa që bëjnë të gjithë. Kështu, por nuk e dia duhet të shoj apo jo. Kështu që kur të jemi atje, besoj do lajmërohemi se rrugës nuk është se kam çat filmoj. Ja. Sa po arritëm, të shikojmë si do jetë. Oh, sa cute! Shikojmë që da ha. Ich habe keine Ahnung, wir müssen fragen. Abstin gjitin do ishte perfektu, nëse mundet. Nëse doli të vinë edhe këtu, nëse doli në një flat, që është më fresh, në gjithë një karreta tonë dhe i dhe këtu. Është brenda jashtë apo është edhe gjithashtu jashtë e hapur? Është brenda, është mbyllur me kondicioner. Jo, këtu atëre. Okej, në rregull. Jeni 6 persona. Po, aj si bie. Me tomato. Ja? Me tomato. Oder mit Käse. Të bëjmë Apo një. 2 oder 1? 2. Aber weil wir haben hier auch zu viel gemeinsam, dann 1. Ja, dann mach einmal. Weil Bennett isst ja eigentlich alles. Ai had do gjë. Okej, shkruaj një këto, pastaj për të pirë. Faleminderit. Also viel Auswahl hat man nicht, weil die haben einen Standard. Die sind ja spezialisiert in etwas. Das ist die Statue von... Ja, stimmt. Willst du es mal bei mir probieren? Ich habe für den Zug gefragt und die meinten, da müssen ein paar Kinder zusammen werden, aber für dich können wir das auch nicht fragen. Also Leute, sagt danke, dass ihr mit ein VIP Danke. Sa po arritëm, gjëja e parë që bëra ishte të vija djalin në gjumë dhe u mirëpritëm me një pije të mirëseardhje dhe me një pjatë mirëseardhje. Kjo këtu ishte, nuk e di, esencë trëndafili, besoj gjitha janë të bëra vetë, jo besoj po janë. Kurse kjo këtu ishte kungulleshkë me salcë borziloku dhe e harrova se me çfarë më tha, se derisa vura pjanin në gjumë. Sa po vjen këtu, merret porosia, shumë shpejt çdo gjë dhe gjërat që qëndrojnë në mes janë për të gjithë mesore. Do t'ja u tregoj të gjitha pak nga pak. Ka mesore me me lloje të ndryshme byrekësh, me lloje të ndryshme perimesh dhe specialiteti është lule kungulli në një gjë që nuk e di. Oh, tani erdhen edhe pula. Oj. Makaronat me salcë. Makaronat me salcë tek fëmijë. Mund të na lësh këtu një edhe rregullojnë. Dhe po ju tregoj të gjitha mesoret, ndërkohë që do filmoj edhe një çik për TikTokun. Deri tani edhe familja gjermane janë shumë të lumtur, shikojeni. Kriegen wir jetzt jeder als Menü oder wie? Nee, das teilen wir. Okay. Also sie meinte, oder kommt noch? Keine Ahnung. Nee, das ist dann nicht zu viele. Vielleicht kommt noch, weiß ich nicht. Sie meinte, er hat 2 Ziegen, das ist eine halbe. Chicken. Achso. Hattest du da Ziege gekauft? Chicken. Ah, habe ich falsch verstanden. Dhe pula me pilaf, me oris është pjata kryesore, kështu që po i provoj. Das riecht wie ein Parfüm. Shumë e mirë, është si një parfum. Was ist passiert? Tani, ta provojmë këtë kungulleshkën. Me gjiz edhe me salcë borziloku ishte.
Shumë më mirë. That's very good. Lecker. Kann man noch mit rein? Hat hier vom Löffel runter. Ein bisschen die Erdbeeren. Und die kannst du Ky auch essen. ushqim ishte shumë i mirë, në fund na erdhën këto frutat e vetë fermës, pra kemi sana, kemi kumbullat të kuqe, kumbullat të verdhe, lule shtryte dhe mana. Mani ishte hera e parë që provonin gjermanën dhe ju duk si krim, por ju pëlqeu. Zemra, hast du das probiert? Gefällt es dir? Das hier? Das hier ist sana, nuk I dim ta njerëzit. Tani së fundmi kemi marrë dhe një akullore me trëndafie, që duhet ta godasim këtë dhe duhet ta hapim, po unë kam kianin në dorë dhe nuk e bëj dot. Ta marri burri. Kannst du den kurz haben? Ready? Und was ist das? Pass auf, da ist was runtergefallen, glaube ich. Das ist einfach Eis. Ja, das ist Eis. Wie frieren die das? Eis mit vielleicht das da, oder? Ja, ja, aber so schmeckt auch das Eis. Das ist ein schmeckt auch Luftballon. danach. Danach schmeckt das auch. Guck mal, jetzt geht's weiter. Manchmal braucht man einfach ein bisschen. Aber gut. Aber sehr süß. Es ist mal was anderes. Es ist Aber lässt irgendwie ein etwas in der Zunge. So ein also ich sag mal so, ich würde es mir wahrscheinlich nicht bestellen. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Geduld. Mbaruam së ngrëni, çdo gjë ishte shumë e mirë, tani do të shikojmë një çik kafe. Jetë fëmijët të kënaqë, shkojmë nga ana tjetër, sepse është hi o zot I madh. Edhe pse është ora 5:30, është shumë nxehtë. Shikojeni. Përshëndetje, bukuros. Si je? Gjani ti duket shumë interesante Vija, e pëlqeu. Tu ka plot që nga me vi. Qa ka tjetër? Edhe lipu, shikoni lipu, qa bukur han buk, han kastraveca. Po, inshallah nuk I ka vetëm për bukurin, nuk I hajnë se gjunaf. Sa gjunaf. Guck das genau. Për fëmijët, highlighteri tjetër është ky treni këtu. Shikoni? Do ulemi këtu dhe do na treqin me traktor. Do vija I xhaxhi. Ku kemi hyrë tani te treni, do bëjmë një xhiro. Do nisemi me trenin. Moi c'était Valonia. Tuk prekhypjen tani. U kthem shumë vonë nga Mrizizanave, jo shumë vonë, domethënë ishte ora diku te 6, por derisa u kthyem ora 7, ishte pak vonë për Kianin që të flinte dhe prandaj nuk u fokusova më që të bëja video edhe t'ju thoja se si na u duk Mrizi. Mrizizanave duhet vizituar patjetër, jo vetëm nga shqiptarët, por gjithashtu edhe nga të huaj, sepse ishte vërtet një vend që tregonte shumë edhe për pjesën e ushqimeve tona, të cilat ishin për shembull yaprak me gjethe rrushi që unë kudo që I kam provuar nuk më pëlqen fare, po aty ishin shumë të mira. Kishte për shembull recel apo gjëra lule kumbulli me saltën, mendoj unë që është një vend që reprezenton që si të thua shfaq tamam atë traditën veriore për sa I përket gatimeve. Kishte gatime që unë nuk e kisha provuar ndonjëherë. Ishte patjetër edhe flia, edhe një tjetër lloj byreku që unë nuk e kisha provuar dhe më pëlqeu shumë. Për sa I përket shërbimit, ishin gjithë shumë të mirë, kishte shumë njerëz dhe
dhe më pëlqeu që ushqimi erdhi shpejt dhe erdhi shumë i ngrohtë. Tani, pjesa e mesorëve ishte shumë e mirë, të gjitha ishin fantastike, kurse pjesa e pjatës kryesore që ishte oriz me pol, ishte mirë, por nuk është se ishte ndonjë hit që të them tani wow. Domethënë mua më shumë më pëlqyen mesorët. Mbasi duhet kishim zgjedhur një tjetër lloj mishi. Mishi ishte patjetër, pulat janë të fermës, pra janë të zonës, gjë që më pëlqeu që çdo gjë, si dhe pija me trëndafil, si dhe ëmbëlsira, si dhe akullorja po ashtu me shi trëndafil ishin të bëra me gjëra vendas. Dhe kjo për mua ishte një pikë shumë e mirë. Edhe familjes së Stefanit i pëlqeu shumë, sepse si thash, ishte diçka shumë ndryshe. Tani, për sa i përket çmimeve, shumë ju, mendova se do paguanim shumë më shumë, sepse ishte tamam një eksperiencë, ishte tamam mënyra se si u shërbyen pjatat, mesoret, ishte shumë e bukur dhe ne paguam për sa ishim ne 4 të rritur, jo ishim, po 4 të rritur dhe 2 fëmijë që morën dhe makarona, morëm pra mesore, morëm çaj bie, morëm pjatën kryesore dhe morëm dhe ëmbëlsirë, 2 akullore. Edhe bira patjetër që u pinë sa bira, sa ujë, sa kola, 80.000 lekë, pra 8.000 lekë të reja, paka shumë. Ishin çmimet shumë të mira. Tani, unë do t'ja sugjeroj 100% që ta vizitoni. Gjëja që për mua la pak për të dëshiruar, nëse për shembull dikush nga Mrzizanave arrin që ta shikoj këtë video, dhe do ishte super të përmirësoheshin, ose mbase ne arritëm në kohën shumë të keqe, sepse ne arritëm pak para orës 4 dhe ora 4:06 ishte pushim. Prandaj dhe ndoshta nuk ishte personel. Mua më premtovi një vajzë që punonte aty që do më bënte për shembull një tur. Sepse unë tani nuk e di për shembull çfarë, ajo më tha që ka për shembull bulmetore, ka ku prodhohet vera, ka ku prodhohet, nuk e di, hoteli është gjithashtu i veçantë sepse është i mobiluar sipas kohës së vjetër, pra me mobilim old school, tamam që tregon se si kanë fjetur më përpara, pra njerëzit në Shqipëri. Edhe pastaj ajo pati pushimin, nuk u duk më, unë pyeta aty kamarierin që më tha kolegja juaj që do na bëj një tur. Nuk u gjet më kolegja, unë si a dija emrin dhe nuk arritëm që ta shikonim, pra na mungovi kjo pjesë shumë. Do doja shumë për shembull që tek Mrzizanave, okay, nëse nuk ka dikush që të bën këtë turin, pak të ketë disa shigjeta, të ketë disa tabela, për shembull që të thonë këtu është bulmetorja, siç është për shembull tek më duket kazerma e Cerenit, me thënë që të tregon me shenja, me tabela, mbase janë, dhe unë nuk i pash, ju lutem më korrigjoni nëse jam gabim. Kjo gjë më mungovi. Domethënë u dukte sikur Mrzizanave nuk besoj se është vetëm një restorant që të shkosh të hash dhe të ikësh. Është më shumë një eksperiencë, që thash që në fillim që do doja të ishin të gjitha si paket, pra të kishte dikush që kujdesej për të ftuarit që donin të shikonin, edhe sikur të ishte me pagesë, nuk ka problem, por për të ftuarit që donin të shikonin për shembull të gjithë agroturizmin aty, pjesën ku prodhohet vera, ku prodhohet gjalpi, ku prodhohet djathi, ku prodhohet nuk e di. Për këtë gjë domethënë ma prishi pak në fund. Gjithashtu ishte bërë shumë e lezetshme ajo pjesa e trenit për fëmijët me çaj thon me kështu bute metalike, me çaj thon bute. Nuk e di si i thon, po me kështu pjesë kade metalike, edhe që të trishte me traktor, po ishte xhiro aq e shkurtër, po ju them 200 ose 300 metër, ndërkohë që në rrjetet sociale postojnë të gjithë që shiko sa bukur dhe ti mendon që me këtë mënyrë për shembull të shikoje edhe një çik më tepër të agroturizmit, jo vetëm më besoni, domethënë ishte vërtet jo më shumë se 300 metër, domethënë nuk e di nëse zgjati më shumë se 3 minuta xhiro, mbas edhe më pak. Kështu që kjo ishte një çik zhgënjyse, sepse ti prisi atë zotërin atje që një kishte traktorin ku dëgjonja 10 minuta në të nxehtë derisa u mbush pjesa e trenit, dhe pastaj thjesht shkovi deri aty te cepi dhe u kthye dhe thënë ishim what? Domethënë të tregonte pak pjesën e fermës. Okej, dhe mbase me të folur do ishte perfekte, por për shembull këtu janë të mbjella, ti shikoje, të ecën çik më shumë sepse traktori besoj aty e bën rrugën goxha thjesht. Këto ishin ato gjërat e mia që çaluan.
Për pjesën tjetër, pastaj jam shumë e lumtur që shkuan për çmimet, për ushqimin, përgatimin, për shërbimin e kamarierëve, ishin të gjitha super. Ja u sugjeroj gjithsesi, mbase ju keni më shumë fat herës tjetër, mos shkoni në orarin 4-6 që ka pushimin e drekës dhe keni më shumë fat dhe dikush ka kohë që t'ju bëj një tur. Nëse dikush nga Mrizi Zanave shikon këtë, atëherë besoj do vim një herë të dytë edhe ta bëjmë tamam turin tek Mrizi Zanave. Deri atëherë u po e mbyll videon tani, të shijojmë pushimet edhe shihemi në videon tjetër. Besoj që do shkojmë në Shkodër në videon tjetër. Gjithsesi, shihemi. Ciao.